Mendoni që me rinumërimin do të bie në vend ky proces dhe do të rikthehet ai kredibiliteti i këtyre zgjedhjeve, sepse ju dini pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit u vlerësua jashtëzakonisht shumë KQZ-ja për organizimin e tyre dhe pse ishin të shpejta dhe rezultatet dolen jashtëzakonisht shpejt. Përshtypja e parë për çka unë duam i falenderoj qytetarët e Republikës Kosovës, qytetarët e Kosovës në vazhdimsi po tregon një kulturë të lartë qytetarie edhe demokracie në ditën e zgjedhjeve. Janë të disa të palë zgjedhje që në Kosovë zhvillohen pa incidente, ku qytetarët në mënyrë të lirshëm votojnë çka ka qenë synimi i gjithë neve për një shtet lirë demokratik, ku qytetarët vërtet në mënyrë të lirshme votojnë edhe zgjedhin të preferuarit e tyre. Kjo është merita më e madhe e qytetarëve të Republikës Kosovës. KQZ-ja derisa nuk dalin pa këto probleme, pra merr edhe merita, po momentin që tash kemi probleme të cilat kanë cënuar rënd kredibilitetin e këtyre zgjedhjeve, këto zgjedhje tani më janë të cënueshme, të kontaminuara, nuk ka më kredibilitet as Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne kemi pa edhe përplasje të mëdha brenda këtij komisioni që më shumë janë marrë me çështje politike antartë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke paraprigatitur fushata elektorale për subjektet e tyre, sesa me vetë procesin zgjedhor dhe me monitorimin e tyre, që është detyrë ligjore e tyre, dhe që për mua Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dështuar të anësi, dhe nga i pari atje deri kushdo që ka menaxhuar këtë proces zgjedhor do duhet të japë të dorëheqje për shkak të dështimit, nëse jo atëherë sigurisht do duhet të priste shkarkimi. Besoni që do të marrin përgjegjësi dhe shqyqani, e para kur një Komision Qendror i Zgjedhjeve merr vendim në kundërshtim me ligjin, hap derën për një ndjekje penale, sepse ata janë institucion ligjzbatues dhe jo ligjvendës. Pra ata nuk miratojnë ligje, Komisioni Qendror, ata duhet me zbatu ligjin. Edhe në momentin që hapin derën për manipulim të mbi 23.000 votave, pastaj edhe atje komisionerët po shqyqaj, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka manipuluar 23.000 vota, s'ka ka lidhje edhe që nëse i manipuloj edhe në pak që për Behadinin janë më pak. Dhe kjo është të mërësisht e gabueshme, sepse do mund të partë e institucionit që udhëheq procesin zgjedhor janë involvuar në devijim të procesit zgjedhor. Edhe pastaj ky devijim ka vazhduar edhe. Kush do t'i marrë parapërgjegjësisë, pra, antarët e KQZ-s? Prej kryetarit, sepse kryetari emërohet nga presidentja. Edhe antarët, kryetarit, antarët Komisionit Qendror Zgjedhor e deri te komisioneri i fundit që i ka prek votat. Kërrej duhet merren përgjegjësi. Edhe bashkëpartia tuaj? Të gjithë, pa dallim. Partia sepse ligji duhet të jetë i barabartë për gjithë. Prandaj, edhe kam kërkuar që ky hetim, pra, edhe për shkeljet ligjit nga ana e KQZ-s, merret prokuroria. Merret një hetim. Le të merr votat me post prokuroria, le të fusë shumë e thjeshtë, shumë e lehtë, shumë shpejt kryhet. Në një ekspertizë forenzike grafologjike, le të përcaktohet sa prej këtyre votave janë të plotësuara me një dorë, edhe pastaj le të vazhdon një hetim deri tek fatat postale në diasporë. Edhe ata pastaj mund të del një krim edhe më i madh elektoral për cilën sigurisht që antarët e KQZ bëjnë përgjegjësi. A ka faj edhe sistemi zgjedhor i ligjit, ligji i përgjithshëm? Se është kritikuar shumë që edhe ligji për zgjedhjet e përgjithshme, kjo reforma zgjedhore që është bërë më shumë makijazh. Nuk është se e kam kundërshtuar këtë, po flas kështu haptas edhe drejt. Kam propozuar afërsisht 19 faqe propozim të shkruar amandament në reformën zgjedhore përmes përfaqësuesve tonë që kemi pas në Komisionin Atak për Reformën Zgjedhore. Kam propozuar që të ndahet në zona, të jenë 7 zona sipas regioneve edhe 2 zona virtuale, një për shkak që kushtetuta jonë ja mundson minoriteteve vendet të rezervuara të jetë një zonë për minoritetet dhe një zonë për diasporën. Pra që kemi përfaqësues nga diaspora që ata të votojnë atje, të zgjedhin përfaqësues të tyre dhe të kenë mundësinë që me 56 vende të kësaj zonës votimit jashtë vendit të jenë përfaqësues të tyre edhe të jenë ulëdhëse mes Kosovës edhe diasporës dhe jo të përdoret diaspora
për betejë politike brenda subjekteve politike në Kosovë. Dhe unë mendoj që kështu kishëm realizuar një përfaqësim të denjtë të diasporës. Sa su pranuat herë? Nuk e di, ka pas rezistime për ndarjen zona ma shumë nga ana lëvizjet vendosje. Unë mendoj që shumë e drejtë që nëse në zonën e Prishtinës garojnë kandidatët dhe kandidatët që marrin vota ma shumë në zonën e Prishtinës, ata duhet jenë deputet. Kjo do të rriste cilëtetin e deputetëve në kuvend, sepse... Ose edhe përgjithësi ndaj qytetarëve ka vjen nga ajo zonë. Sepse pastaj, atëherë, unë dhe nëse jena deputet e njëjtë zonë, do punoj ma shumë për komunitetin, do punoj me sjell ma shumë projekte, edhe do punoj ma shumë edhe për Kosovën, por në veçanti do t'ishte edhe një garë për aktivitetin më të madh të deputetëve. Sepse jo keni pa që ne shpeshherë kemi deputet që e kalojnë mandatin edhe asnjë rast nuk flasin, as nuk ngrisin asnjë çështje, edhe pastaj sërish prap njëjtit votohen, ose merren ashta vetëm me përplasje politike, për të marrë vota përmes rrjeteve sociale ose në forma të ndryshme, pa jap një kontribut për njerëzit që kanë votuar. Po, megjithatë pas këtij procesi, siç po shihet në fund të janarit vetë përfundon rinumërimi dhe do pritet edhe certifikimi i tyre dhe formimi i qeverisë kombëtare. Si shihni para se më shku në pjesën tjetër të debatit, po duhet të më gjame e potencu. Kur jetojnë në epokën e digitalizimit, unë mendoj që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do duhet të jetë shumë më i përgatitur që procesin e votimit ta digitalizoj. Nëse nuk ka arritur me bë votimin elektronik, atëherë ka mund me bë numrimin elektronik që këtë mundësi mos më jap komisionerit për me vendosur në pjesën e numrimit. Pra, me këtë epokë të digitalizimit, me vazhdu me jap besu individit të saktuar që vjen nga një parti politike ose familjar e një kandidati për deputet, numrimin, atëherë sigurisht që njerëz jemi edhe mund të anojmë nga njerëz që të janë tonë, por kjo për të qenë edhe për të rikthyer më besimin e humbur të qytetarëve në procesin e votimit, sepse kjo ka vërtet ka cënu besimin e qytetarëve në procesin e votimit. Brenda kësaj periudhe kohore kam takuar plot njerëz që kanë thonë se pse më dojnë me votu kur dikush atje në qendrën e numrimit votën tëme humb. Edhe tani edhe besimi mes qytetarit edhe kandidatit për deputet apo deputetit po humb,